Përshëndetje, mirë se erdhët në Living Day. Dje nisi edicioni 2 i spektaklit të talenteve Albania's Got Talent. Në një mbrëmje magjike, mes shumë të ftuarish të talentuarish në fushat të ndryshme të artit, spikati veçanërisht një tenor. Ai është Diego Zelka, i cili interpretoi këngën Luna të Alessandro Safina dhe ndriçoi skenën duke merituar Golden Buzzerin e parë, që e çon menjëherë në finale. Publiku ngrit në këmbë, juria gjithashtu, dhe butonin që e çoi menjëherë në finale e shtypi këngëtarja Adelina Ismaili. Mes emocionesh dje Diego nuk ishte shumë fjalë që të përshkruante lumturinë, ndërsa sot ne kemi ftuar në studion ton të na rrëfej për mbrëmjen e djeshme, për të gjitha emocionet, por edhe për rrugtimin e tij jo të lehtë për të realizuar ëndrrën e madhe. Diego Zelka, çfarë emocionesh na ke dhuruar dje? Një copës parajse. Faleminderit. Kështu e quajtën antarët e jurisë, por edhe aq shumë ndjekës, admirues të tut, që e kanë shpërndar performancën tënde në rrjetet sociale. E prisje gjithë atë mbështetje, gjithë atë dashuri, e prisje Golden Buzzerin e parë që në episodin e parë të Albania's Got Talent? Të them drejtën, kur konkurova në Albania's Got Talent dhe kur erdhi momenti të performoja, jam i përgatitur dhe nuk mendoja që mund të dilja keq apo që mund të shkonte diçka keq patjetër. Po Golden Buzzer është gjithmonë surprizë, sepse konkurencë ka patjetër. Ajo është, ky pra është një spektakël ku talentet janë të çfarë do lloj fushe dhe mund të kenë dhe njerëz që bëjnë në të thonë za çmendurire aty. Kështu që kur ndodhi, me thënë drejtën nuk e prita, por e shijova shumë si fakt dhe nuk mund të mos ndihesha krenar. Me gjithë të drejtën e botës, është e vërtet që Albania's Got Talent dhe ky profil i spektaklit ka emocione të jashtëzakonshme dhe ka çmendurira, siç e thua ti, pra performanca nga më të paimagjinueshmet, megjithatë Golden Buzzerin e parë e meritove ti. Dhe unë dua që ta kujtojmë tani së bashku. I përjetojmë dhe njëra ato emocione. Golden Buzzeri Diegos. Bravo të qoftë, edhe të bëj pak, i e bërë pjesë me Golden Buzzerin e parë, se na emocionove shumë. I e bërë pjesë me Golden Buzzerin e parë në këtë edicion të dytë nga Adelina Ismaili, bravo. E jashtëzakonshme, të emocionuar të gjithë, ishte momenti Golden Buzzerit, megjithatë nga regjia do na ndihmojnë, duke shijuar të gjithë performancën tënde, teksa ne zhvillojmë edhe këtë bisedë. Diego, sigurisht që Golden Buzzeri ishte surpriza e madhe, por ti je përgatitur shumë për të mbritur në këtë moment. Edhe duket se të gjithë e shijuan shumë, edhe antarët e jurisë gjithashtu thanë fjalët më të bukura për ty. Do të qëndroj pak te spektakli për të mësuar pastaj edhe reagimet e njerëzve pasi u shfaq spektakli dje. Sot, në fakt, edhe dje që pas spektaklit dhe sot, unë mund të them që jam shumë pak orgjum. Sepse nga emocionet apo nga komunikimet? Patjetër që nga emocionet, nga komunikimi me njerëzit, sepse ka qenë një lumë komentesh, mesazhesh në Instagramin tim, ka qenë në për story, në çdo vend ku mund të isha tag, unë kam qenë dhe ishte vërtet gjëja më e bukur dhe realizimi më i madh si këngëtar, si artist. Sepse unë këtë synoj, publiku më erdhi, sot populariteti matet me rrjetet sociale,
Dhe Instagrami nga një profili ullët me 600-700, sot jemi diku te 1000 ta. Wow! Për mua është po për talentin tënd, bëj ftesë këtu nga Living Day, nuk ka nevojë ta bëj unë ftesën, se ftesa ishte e hapur prej dje nga Albanian's Got Talent, kur ti performove dhe sa ka shkuar tani? 1000 pak është shumë për mua. Edhe sinqerisht falenderues përulësisht. Sa e bukur, shumë e bukur. Diego, ti e ke nisur herët muzikën, kanton. Ndonë se mësimet e para i ke marrë për piano. Por ishte pikërisht mësuesja e pianos që të ka orientuar dhe të ka thënë se ke një talent shumë të madh, që është ai i të kënduarit, është zëri yt. Po, është e vërtetë, unë kam nisur në fillim me pianon dhe më pas gjatë një bisede diku rreth klasës së 6 apo të 7, që duhet të merre një vendim në qoftë se unë do vazhdoja piano, do duhet të futesha, të thellosha në një program më të thellë pianistik, apo do duhet të merja diçka që do më vlente, dhe unë zgjodha kanton. Për arsye që unë edhe i kam përmendur dhe aty në skenë, që t'isha pranë publikut, sepse kështu e ndjeja, dhe pianoja ka qenë ndihma ime më e madhe, ka qenë ajo kurikull që unë studiova, ka qenë ajo që mua më duhej për të gjithë pjesën tjetër të mbetur të shkollës, liceut, akademisë, ka qenë shumë okej. Dhe në fakt, ja dolëm me kanton, më doli mirë, isha ma afër publikut, madje, që të mos e lë për më vonë se nuk për më rrihet pa e thëmë. Po të lutem thuaje! Do ta them. Pas spektaklit, pra eksaktësisht në ditën e sotme, unë kam përjetuar shokun më të madh emocional që është, mos të them më shumë sa Golden Buzzer, në një sens, mua në Instagram, më ka shkruar vetë Alessandro Safina. Wow, po kjo është e jashtëzakonshme! Wow, po çfarë të ka shkruar? Në fillim ishte një komentuese, cila e bëri tag nga një postimi, një djali që e postoi në Instagramin e tij, është një personazh i njohur, Andrea. Dhe në fillim mendova se është spam, okej, thash është shakan, nuk e besova, ndoshta është punë shqiptarësh, ndoshta është punë zodiaku, se që më thonë njerëzit vërdalë që ti ha krepje dyshue, se që më kanë ca karakteristika, nuk e di, dhe nuk e besova. Pastaj ja hapa dhe thash për verified account, okej, ngela, lash telefonin. Alessandro Safina. Nuk e besova, ishte do me thënë shok shumë i madhe dhe gëzim vlerësim. Nuk e di, i jashtëzakonshëm. I shkruajta, më shkruajti, më komplimentoi, më hodhi në story, dhe ishte, do me thëmë për mua, fitoria e parë për këtë spektakull. Unë shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë, por unë një fitore shumë të madhe tashmë e kam. E jashtëzakonshme, pra e ka dëgjuar performancën tënde, e ka postuar në profilin e tij, në rrjetet sociale, dhe ti ke marrë kënaqësinë më të madhe të jetës, me njëherë pas performancës në Albanian's Got Talent. Jam e lumtur ta dëgjoj këtë gjë, sepse duket që ndihesh shumë i përmbushur nga mesazhi i tij edhe nga... Unë akoma nuk e kam marrë veten, kur e them, e ripërjetoj edhe një herë gjithë atë skenë, atë shok, atë frymarrje, dhe që lash telefonin, mami, thash pse je zbardhur, tha ç'a ndodhi. I the që është diçka shumë e mirë, është gëzim shumë i madh. Ishte një perle ditës së sot. Wow, dhe të gjitha sakrificat e tua, gjithë përpjekjet e tua të këtyre viteve, duket se jam vlerësuar, me një moment. Dhe unë duhaj që ti tregojmë për ata që na shohin, të gjitha peripetësit, nuk është e lehtë, nuk ka qenë e lehtë për ty, që të jesh në muzikë. Të bësh art. Nuk ka qenë e lehtë, sepse fillojmë me problemin e parë, që është partiturat, pra notat muzikore që formojnë pjesët, që unë i shkruaj të gjitha. Pra unë nuk i kam në një vend të gatshme ku mund të shkoj t'i marr. Literaturën po ashtu, disa, pse jo, fatkeqësisht, paragjykime të mentalitetit shqiptar, siç më ka ndodhur, që më është thënë ti nuk mund të jesh produktiv në opera, shko diku tjetër, po ku të shkoj? Se nëse unë kam baruar për këngë. Kjo fjalit është artikuluar? Po, është artikuluar. Në teatrin e operas dhe baletit? Fatkeqësisht, po. Nuk dua të ndalem shumë në gjëra të cilat e kanë thënë njerëz me mendje shumë të ngushtë, më vjen shumë keq. Por ka ndodhur dhe kjo është shumë e vështirë, sepse
unë e di që në Shqipëri realiteti është shumë i vështirë. Për çdo artist, për çdo mjek, për çdo person, sepse për çdo profesionist në çdo fushë, megjithatë. Por të marrësh një fjali të tillë të pa sens, kur unë kam mbaruar studimet, kur unë jam vlerësuar, kur unë kam pas një jetë të mirë koncertore për moshën që kam, se unë jam vetëm 23 vjeç, nuk mund të kisha shpikur rrotën. Kështu që besoj që shpresoj shumë që të ndryshoj me kalimin e kohës. Hapa përpara kemi bërë, po duhet akoma, duhet ecim. Bërë hapa të mrekullueshëm dhe publiku pati mundësinë ta shihte veçanërisht dje në Albanian's Got Talent këtë gjë. Ke aplikuar në Teatrin e Operës dhe Baletit më shumë se sa një herë? Po, ka qenë një audicion përpara se unë të përfundoja shkollën për një vend të lirë pune, por që atë me thënë të drejtën, shkova thjesht ta provoj. Nuk pata asnjë lloj pritshmërie sepse unë nuk e isha në përfundim të masterit. Edhe thjesht shkova të provoj ç'është një audicion, të përshtatem, të mësojmë dhe mora shumë fjalë të mira, një feedback shumë të mirë, ku më bë dhe një ftesë për të qenë pjesë i jashtëm dhe në një projekt tjetër pastaj pa asnjë arsye që më duket ka qenë vjet, pa vjet, pata këtë përgjigje dhe këtë le të themi refuzim, që unë nuk kam hequr absolutisht dorë, thjesht po pres momentin tim. E kuptoj dhe unë uroj që momenti yt të vi sa më parë, një moment të mrekullueshëm, patë mundësinë ta merrje dje, kemi dhe finalen e madhe, se kalove me një herë në finale, je duke e menduar se si do të shkoj finalja? Unë që pas Golden Buzzer të djeshëm, sepse Golden Buzzer, përveç gëzim, kënaqësi e tjerë, është dhe përgjegjësi. Pra, Adelina Ismaili, që e falenderoj shumë atë dhe gjithë anëtarët e jurisë për e para trajtimin e barabartë që më bën me konkurrentët e tjerë, sepse unë vuaj shumë nga mungesa e barazisë në çdo lloj ambienti që shkoj. Nuk më pëlqen të trajtohem as si fëmijë, as ndryshe, as bravo zemra e vogël, sepse unë nuk jam zemra e vogël. Unë jam një profesionist me shumë forca të studiuara, të jetuara, kështu që mendoj që duhet jetë kështu. Dhe Adelina, përveç privilegjit dhe përveç vlerësimit, më dha dhe një përgjegjësi që unë tani në finale tashmë, sepse Golden Buzzer këtë efekt ka, unë duhet të shkoj i përgatitur dhe duhet të jap më shumë se ç'dash këtu. Pra është përgjegjësi për mua të studioj më fort, të jap më fort vetes. Dhe gjatë këtyre viteve je pjesë e dy koreve të ndryshme, Kori i Pejës dhe Joy of Singing. Po. Dhe përmes tyre ke patur mundësinë edhe të shëtisësh botën. Nga regjia na ndihmojnë edhe me disa foto ku shohim Diegon në vende të ndryshme të botës që ka shkuar si pjesë e korit për të performuar. Kam qenë në disa vende me Korin Joy of Singing, kam qenë në Strasburg, në Zvicër, në Greqi. Kanë qenë eksperjenca të mrekullueshme si po themi jetësore, ashtu edhe artistike, çdo performancë në skenë të rrit, dhe natyrisht që ka qenë fantastike. Kam qenë me Korin si parantum që kam një vit që jam pjesë në Barcelonë, me një konkurs koral, në Berlin, në Filharmoninë e Berlinit, që është ëndra e shumë artistëve, përfshirë dhe mua patjetër. Kam qenë në Tajland. Së fundi edhe në Tajland, që ka qenë një surprizë e bukur. Çfarë mësove prej atje? Mësova, e para atje ka shumë disiplinë. Po disiplina s'të ka munguar asnjëherë, Jo, Diego? nuk më mungon, jam shumë përshtatur me këtë gjë. Atje është një tjetër mentalitet, atje ndihesh ndryshe. Nuk po them që dhe atje nuk ka probleme, sepse çdo kund ka ato të vetat, por që kanë qenë eksperienca shumë të vlefshme, edhe festivalet korale, të rrisin, edukimi koral, është një mundësi që nuk të vjen shpesh, sepse ti mëson të këndosh në grup, se solo këndon të gjithë. Dhe ke patur mundësinë që ta përjetosh këtë gjë. Suzana Turku është një ndër ato zonja profesioniste të rralla që të kanë dashur dhe të kanë mbështetur shumë. Suzana Turku është fat që unë kam në jetën time, fat që jetoj në kohën e saj, sepse është përveç personalitet artistik, për mua ka qenë dhe shumë afër në marrëdhënie njerëzore, më ka kuptuar, më ka mbështetur, më ka ndihmuar, ka qenë kryesorja. Në çdo koncertimin solistik, mbrapa është Suzana Turku. Po, edhe Joy of Singing, Patjetër. ajo e udhëheq. Po, patjetër. Edhe
ju keni patur mundësinë e shumë performancave në përbot. Dhe gruaja më e rëndësishme jetës tënde, pa diskutim që është mamaja jote Diego. Është mami Mirela, nga regjia më ndihmojnë edhe me disa foto të shohim edhe mami Mirelën që ishte aq e emocionuar dje, i rrihte zemra dhe i duke nga ekrani kjo gjë. Zemra ime. Mami është njeriu që i përjeton më shumë se sa unë tani. Unë të këndoj e kam shumë normale, kam emocione patjetër, por që nuk janë më emocione të dridhura, apo janë thjesht emocione që unë i vënd dobitimen. Pra unë tani emocionoj, nuk emocionohem. Kërse mami e përjeton po njësoj, si kur tjetë performanca ime e parë, si kur tjetë në shkolla akoma. Ajo është nën. Është e vërtet. Gëzimi saj është motivim. Edhe gëzimi jytë është motivi saj. Ka sakrifikuar praktikisht çdo gjënitën e saj. Prova tona zjasin me orë. Mami ka pritur jashtë, brënda, në kafe, çënë si ka qenë aty. Edhe pjesët e tërë familjes pa tjetër, por i kemi ndarë gjërat. Babi ka bërë gjithmonë pjesën e punëve, shtëpisë, gjërë, mami ka qenë gjithmonë pas meje. Ja të ndajmë vetëm një episod për ta kuptuar lidhjen e fortë edhe sakrificat që ka bërë nëna e Diegos. Nëse Diego shkon në Pejë, te Kori Pejës, shkojnë me autobus të dy deri atje, pra ju e shoqëroni gjithçka. Diego, po bie telefoni, por fjalin doja ta mbaroja, ka një telefonat për ty, do të ndihmoj dhe të ftoj të përgjigjesh. Alo? Alo? Përshëndetje Diego, mami jam. Ti e di që je krenaria ime, je dashuria ime, je jeta ime. Tani kam vetëm një pyetje. A do mos idhësh më kafshë në shtëpi? Jo, nuk ka mundësi. Mami, po ti, dhe kemi tani se mami do të më vërë në seder. Për çfarë? Për para disa ditëve, në fakt ka disa kohë që diskutohet, të marrim edhe një 4 putrosh tjetër. Mami, të betohem, të premtoj, që po do të sill kafsh sa të mundem ku të gjej. Më fale, di që të kam thënë pas matës nuk do të ketë, më po do të ketë, mami. E mori përgjigjen mami dhe uroj që ti pëlqej kjo përgjigje mami. Nuk besoj. Ashtu, do flasim pastaj. Diego i do shumë kafshët. Diego, sa kafsh keni në shtëpi për momentin? Okej, unë kam një qenushe, 9 vjeç, dhe 2 mace, një maçok. Po, pastaj? Kam edhe 2 zogjë. Edhe 2 zogjë, ka qenë historik i gjatë, breshka, peshq, e të tjerë, por tani jemi kështu. Kafshët, se mund të quaj dot në kafshë, unë i them fëmijët e mi dhe gjithë njerëzit me këtë qeshin dhe më thonë, dikur bërin shenja e ka seriozisht, por që thotë kështu, po, jam shumë mirë me veten time. Kafshët për mua janë pjesa më e brisht e vetes. Dashuria më pa kushte që nuk të kërkojnë asgjë. Thjesht të japin. Unë qenin nëse për momentin nuk ka mundësi dhe i them nëra jo tani, ajo thjesht largohet dhe unë kur e thras ajo vjen. Do me thënë është një gjë kaq e bukur, kaq pranë Zotit, kështu që unë po mami do sill edhe të tjera. Do flasim. Bukur. Mësuam edhe pasionin tënd, na tregove edhe disa nga sfidat e tua në këtë Shqipëri pak të vështirë edhe jo shumë mbështetëse për profesionistët, sepse gjithmonë ke dashur që ta nënvizosh, nuk ke dashur të shohin asnjëherë si një person ndryshe apo me aftësi ndryshe, por ke dashur që të vlerësojnë për zërin tënd. Këtë ke kërkuar edhe nga Teatri Operas dhe Baletit dhe kudo tjetër. Megjithatë e more përgjigjen për këtë në Albanian's Got Talent. Patjetër. Publiku ishte fantastik. Duart rokitet e tyre që ishin në sallë më kanë përmbushur në një mënyrë që unë nuk dishte të them. Antarët e jurisë gjithashtu kanë. Ti dëgjojmë pak antarët e jurisë? Patjetër. Një përmbledhje të atyre fjalëve të bukura që kanë për ty? Nuk janë gati, por ne kemi dëgjuar të gjithë, janë në YouTube, janë në rrjetet sociale. Ata kanë qenë shumë të emocionuar, janë shprehur për mua që zëri yt është i bukur shumë, co parajse siç ti e përmend, Adelina ka qenë emocionuar, Castro gjithashtu, dhe ke marrë edhe mesazhin më të bukur. Dhe patjetër kapaku ishte Alessandro Safina që do me thënë mund të prisja edhe Golden Buzzer e kisha menduar që pse jo, por mesazhi nga Alessandro jo, nuk bëj fjalë. Se jo se është në një gjë, por thjesht nuk janë rrethanat, do shta koha, do shta e kupton, thash nuk besoj që do t'i bjerë tani
të dëgjoj në Por e dëgjoj, sepse ke performuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë Diego për të gjitha emocionet e bukura, faleminderit edhe për prezencën në Living Day. Je gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Shumë suksese për finalen tani. Faleminderit. Sigurisht që duhet të urojmë suksese të gjithë konkurrentëve dhe talenteve të Albanian's Got Talent, e shohim me dëshirën dhe me kënaqësinë më të madhe këtë spektakël. Faleminderit Diego, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish. Por e kam një pyetje të fundit. MTV-n e ke parë ndonjëherë apo jo? Jo shumë, e di që ka qenë një kanal transmeton në muzikë për shkak të telefonave dhe mundësirave të lehta të sotme, por që po e di që ka pasur një mbyllje, më duket tani diçka të tillë. Pikërisht për këtë do të flasim, sepse në MTV kemi parë, kemi dëgjuar kaq shumë muzikë, por duket se është fundi një epoke, flasim pas pak për të. Faleminderit Diego.